Përfaqësues të Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur në Kosovë thanë sot se edhe 10 vjet pas luftës mbetet i pandriçuar fati i 1900 personave, pjesa më e madhe të cilëve shqiptar të Kosovës. Duke vlerësuar veprimet e deritashme për zgjidhjen e kësaj çështjeje, ata thanë se ndriçimi i fatit të këtyre personave do të jetë më i vështirë se sa në të kaluarën. Pajazit Nushi, antar i delegacionit të Kosovës për bisedime me palën serbe për këtë çështje, tha se raporti ndërmjet personave të vrarë dhe atyre të zhdukur gjatë luftës në Kosovë është ndryshe nga kudo tjetër në botë. Në mes të atyreve që janë vrarë dhe të individëve që janë zhduk, gati është raporti 1-1. Kur kërkon në botë nuk ka kësaj raporti. Të vrarë ka 5, eventualisht 1 të zhdukur. Të vrarë ka 4, eventualisht 1 prej 2 të zhdukur. Në Kosovë, çështja e të zhdukurve udhëzon në një tregim të cilin nëse mund t'ju përshkruaj, ma mirë me thonë nëse mund t'ju shpjegoj, ka këtë vlerë. Pushteti i sundimit atëherë që ka bërë që krimet ndaj njerëzisë edhe krimet që kanë pas dimension genocidal t'i eliminoj. Zoti Nushi thot se kjo ka bërë që nga 5218 individ të zhdukur në fund të luftës, ende mbetet për të ndriçuar fati i 1900. Ai thot se zbulimi do të jetë shumë më i vështirë sepse tash e tutje mund të pritet zbulimi i tyre vetëm në varreza individuale. Jam i sigurt se në mesin e eliminimit të trupave është edhe forma ma e dytë. Ajo është forma e kalljes së trupave të vrarë të zhdukurve në forat ku shkrihen metalet, qoftë në Serbi, qoftë në Kosovë. Zoti Nushi beson se hapja e arkivave të Gjykatës Ndërkombëtare të Hagës do të dëshmojnë fushatën e organizuar të zhdukjes së gjurmëve të mizorive të kryera në Kosovë, ndërsa shpreh bindje se një numër i të zhdukurve nuk mund të gjenden kurrë. Kryetari i Komisionit Qeveritar Preng Gjetaj thot se janë 2 çështje shqetësuese për autoritetet që merren me këtë çështje. Një, numri i madh, siç e përmenda, i persona të pagjetur dhe numri që qëndron i mbetje mortore në morgun e Prishtinës që sillet rreth 400 ende i pa identifikuar. Zoti Gjetaj thot se një prej çështjeve të ndjeshme është nevoja për identifikimin e personave që gjatë viteve 1999-2000 janë varrosur pa analiza shkencore. Kjo është bukur e vështirë dhe e ndjeshme sepse njerëzit, familjarët për 10 vite këtë proces e kanë mbyll, prandaj t'ja hapsh si plagë është mjaft e vështirë. Ata thanë se çështja e të zhdukurve është humanitare, por pasojë çështjeve politike dhe kjo nuk e lehtëson as procesin e bisedimeve për këtë çështje me palën serbe. Bisedimet për këtë çështje të ndërmjetësuara nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq filluan në pranverën e vitit 2004, por edhe më tej rezultatet janë të pakta. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.